Nuk e di. Është absurde, heqin letra, bëjnë letra. Deklaratë që ka dalë policia të datës 24/3, mami ka qenë këtu në Itali, ka ikë atje në shtëpi se i kanë thyer sahatin, ja kanë hullë poshtë në tokë. Nuk e kanë shkruajtur aty, s'kishte të deklarata. Vetëm atë të pronësisë. Nuk e kuptoj. Manipulohen provat ashtu nga policia që duhet na mbrojë, duhet gjej prova për gjetë të vërtetën, për të bërë qytetarët. Edhe kjo nuk është vetëm te ne, është bo fenomen. A është ky fundi i rezistencës tënde, Recep? Jo, parnej u kontaktova se doja me që ju më keni përkrahur ditët më të vështira, 3 edhe 8 ditë, 11 ditë para SPAK-ut, ishin gjitha llojet e televizioneve aty, bilesin ku erdhi Balluku, mund të isha 50 gazetarë, operatorë rreth e qark, njëri nuk është shumë, përveç disa portaleve që i falenderoj, edhe avokati që as se njoh, as mjek që e falenderoj, që e ulli, me datë 20, unë dhe nona ime, për para konsulatës Milanos, grev. Grev? Kam o mundësi tjetër, nuk kam o mundësi tjetër, kam dëgjuar plot komente, kallashin, vrite, boje, unë nuk e vras dot, se ky është sistem, nuk kam qa vras. Po vrava një, to janë shumë, nuk mbarojnë. I bëj thirrje gjithë shqiptarët, qoftë se do njëri me e pa nonën e vetë ashtu, djalin e vetë ashtu, po na shtypin, po na vrasin për ditë, ngrihen, ta lejni ditë punën, për të ardhmën e kalamojve të vetë, për të ardhmën e prindërve të vetë, 100.000 lekë pension merre nona shkreqe nga policia naja. Që e dhunojnë ashtu? Po, edhe kërkoj edhe mbështetjen, tu bëjmë me datë 20, qoftë do jetë e mundur një lidhje nga konsulata. Patjetër, sigurisht. Grevurie në datë 20 para konsulatës shqiptare Milano. I kam dhënë dhafën se mama shkret donte me hik te shtëpia, ja kanë heq dritat. Nëse ke Keli Brezën aty, i bëj thirrje. Drejtorit përgjithshëm policisë dali me deklaratë çka ka vjedh nona ime, ç'a ndodhi atë ditë, kush është versioni zyrtar se kanë nxjerrja 4. Është e palogjikshme që 70 vjeçara ka dhunu 10 policë. Pa dhënë gojë i ka hongër policët, pastaj kishte dash me djeg vetëm, pastaj ka dëmtu firmën. U dëmtova unë, u lash pothuajse pa ndjenjë, i vdekëm aty. I keni transmetuar videot, asnjë policë nuk erdhi aty me bomatjet mrapa me ashtu. Për disa llamarina për budalliqe, vjedhet i gjithë policia shtetit, nuk e di se nga gjen ai shumë. I bëj thirrje gjithë grave, gjithë prindërve, gjithë nonave, qytetarëve të Durrësit, e kanë rradhën ato shtëpiat aty, në qytetarëve të Rryllit, mas tokave e kanë shtëpiat e juja, se unë kam qenë 2 ditë atje në përkrajet aty, se ato kishin nevojë për përkraje, unë ngela vetëm aty, edhe ja dija situatën. I bëj thirrje, mas tokave e kanë rradhën në shtëpiat, po u hap loja atje nuk mbaron. Na mbështesin, ta lejni ditë punën, 1 orë para bashkisë vetë, para ashtu, ky është bë fenomen, është sistem, unë nuk përballem dot i vetëm me sistemin. E kuptoj, Recep. Ritheksojmë dhe një datën 20 para konsulatës në Milano, javën tjetër do të jemi sërish bashkë, Recep, deri atëherë uroj të jesh mirë. Familjarisht. Faleminderit. Përshëndesim Recep Ademin. Ndërkohë ne miqdasht do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.